Giuseppe Schiro Di Maggio padyshim është shkrimtari më i njohur bashkëkohor arbresh. A në intervistën për redaksin ton flet për numrin e arbreshëve sot, si kanë arritur ata të ruajnë identitetin e vet, cili është vendi i letërsisë arbresh dhe për çështje të tjera. Ta ndjekim. Por të informuar sa më mirë shikuesit tanë, ju si një shkrimtar që vinin nga arbreshet e Italisë, mund të na thoni konkretisht se ku shtrihen aktualisht arbreshet e jugut të Italisë, pra në cilat vende? Flas më pare për Sicilinë. Në Sicili ka pasur në kohën e kaluar disa ngulime arbreshe. Sidomos në provincën e Palermos, në krahinën e Palermos, kemi horën e arbreshve që ka pasur edhe afërsisht 12.000 banore në shekullin para di shekuj, jo. Tani ka 6.000 ca. Kemi kuflitet gjuha arbreshe, kemi Contessa Entellina, gjithmonë në krahinën e Palermos, kuflitet edhe sot gjuha arbreshe, kemi Palazzo Adriano, kolonia më e lashtë e Sicilisë, kemi Mezzojuso, ku Palazzo Adriano nuk flitet gjuha, Mezzojuso nuk flitet gjuha, e Sëndasina që është 4 km afër horës së arbreshve, që Piana degli Albanesi, nëse ju e kërkoni në hartën, duhet të kërkoni Piana degli Albanesi, e Santa Cristina Gela, ku flitet, që është që në mbarën lidhur. Këto 5 koloni ku të 3 koloni flitet e di nuk flitet gjuha. Në mbarën lidhur eparhia, do me thënë Diokeza e horës së arbreshve, me rritin bizantino-grek, por lidhur me papën e Romës. Sa mund të jenë popullat arbreshe që e kanë ruajtur, krahas flasin gjuhën italiane dhe që e kanë ruajtur variantin e arbërishtes që e flasin aktualisht, si numër? Si numër, ma ne kemi logaritur se janë afërsisht 20 katunde me origjinë, ndoshta më shumë me origjinë arbreshe. Të shumtat flasin gjuhën. Fjala është vetëm për katundet që janë në Sicili, në Kalabri. Se bëre fjalë për Kalabrin, flasin për Kalabrin. Në Kalabri ka afërsisht më shumë se 20 katunde arbreshe. Plus në Sicili? Plus në Sicili sa kemi 5. Afërsisht janë disa banore. Kush thot se janë 100.000, gjithë arbreshet e Italisë, kush thot se janë edhe më pak, por ata që flasin janë me siguri më pak se shifra e thënë. Për të ardhur te veprimtaria juaj e shumanshme, ju para se gjithash jeni poet, por jeni dhe dramaturg. Keni bërë disa punë prej rilindasi, ju e çmoni dhe vlerësoni shumë rilindasin ton të njohur, Jeronim Deraden. Keni bërë për shembull një punë me fëmijët, i keni mbledhur ata, keni krijuar një lloj teatri, një lloj loje për të rikthyer edhe për ta mbajtur gjallë atë që ju e quani gjuhë arbreshe. Si keni punuar pra krahas një punë prej pioneri edhe një punë prej krijuesi, poeti, dramaturg? Derada me siguri është i pari arbresh në radhën e arbreshve të shkjuar. Por ne kemi ndjekur sidomos arbreshin tonë, Zevskirojnë, që ka qenë edhe ai poet shumë i madh, njohur pak në Shqipëri, sepse pranë ai u lidh, themi kështu, më shumë si mendje se në praktikë me fashizmin, e andaj në Shqipëri nuk ka qenë i njohur e gjithë. Ma kemi Zevskirojnë që ka një gjuhë shumë të bukur. Dhe për të ndalur edhe pak këtu të çështja e ruajtjes së gjuhës, identitetit arbresh, si arrini ju që përballë një kulture aq të madhe siç është kultura italiane, gjuha italiane,
Si arrini ju të runi me gjithate një lloj identiteti arbresh dhe shteti si sillet ndaj pakicave, ndaj minoritete? Jo, përgjigjem më parë kësaj pyetje të fundit. Shteti sillet mirë. Edhe krahina siciliane sillet mirë. Disa herë janë komunat tona që nuk sillen mirë. Për shembull, harxojnë shumë para për gjëra të kota, për festime, për tregim, e jo për shkollë, për shembull. Nëse shteti thot të ligji se ju cakton kaq milion para, ti do të kesh inteligjencën ti harxosh për njerëzit tuaj. Për të ndalur këtu pak të shkolla, ju lutem, për ta konkretizuar, një arbresh i Sicilisë, çka mund të mësoj në shkollë nga kultura arbreshe, nga varianti të folmes arbreshe? Çka mëson diçka? Ka ndonjë lëndë? Diçka, si, ka ndonjë lëndë, mëson të lexoj e të shkruaj arbrisht, gjëra të thjeshta. Sot ka librat, ka gramatik, ka gjithë pajisjet e duhura për të mësuar mirë gjuhën. Ne nuk e patëm pak. Sot kanë shumë, kanë edhe mjete moderne për të mësuar gjuhën. E kjo është problemi sot, se me gjithë këto mjete moderne rrezikojmë shumë, se më shumë se është globalizmi që ki është. Kultura jonë është kultura italiane. Ne njohim gjithë autorët italianë. Shkruajmë shumë mirë, ndoshta më mirë se sicilianët, gjuhën italiane. Tashmë letërsia arbreshe e ka një traditë të shkrimit të saj, përballë letërsisë së tërësishme shqiptare. Cili sipas jush është vendi i letërsisë arbreshe aktualisht, duke përmendur autorë si Vorea Ujko, si Giuseppe Schiro Di Maggio, që jeni ju, e autorët tjerë, për shembull Mario Bellici, që është më i ri. Cili është vendi i kësaj letërsie? Vendi i kësaj letërsie nuk mund jetë patjetër ajo e letërsisë italiane. Vendi i saj që do të vendoset në letërsinë shqiptare, në përgjithësi. Është një krah i letërsisë shqiptare shumë interesant, se ka disa gjëra që janë origjinale, janë shumë origjinale, përveç ruajtjes së gjuhës e gjithë to, ka edhe gjëra origjinale. Ne nuk jemi fanatik të gjuhës, fanatik të ndonjë kulture në veçanti, jemi për kulturën të çdo njeriu, jemi për të gjithë kulturat, por edhe për ato tonën, për tonën